Edhe këtë vit, vatrat e zjarrit kanë qenë të pranishme në zonën e Dumres. Sipas komandantit të MZK-s në Bashkinë Belsh, Ymer Hasalla, deri më tani janë regjistruar 11 vatra zjarri. Edhe këtë vit, vatrat e zjarrit kanë qenë të pranishme në zonën e Dumres. Sipas komandantit të MZK-s në Bashkinë Belsh, Ymer Hasalla, deri tani janë regjistruar 11 vatra zjarri, kryesisht në zona me ferra, shkure dhe ullishte. Komandanti sqaroi se zjarret kanë qenë të natyrës natyrore dhe jo të qëllimshme. Për përballimin e situatave të zjarrit jemi në gatishmëri të plot me makinat zjarrfikëse dhe bazën materiale të nevojshme për shuarjen e tyre, u shpreh ai. Në bashkëpunim me Bashkinë Belsh dhe administratorët e njësive vendore janë caktuar persona vëzhgues në fshatra të cilët do të sinjalizojnë menjëherë në rast se konstatojnë rënje zjarresh. Gjatë periudhës janar-mars kemi pasur gjithsej 11 situata zjarri. Në ullishte, në vreshta, në mjete që janë aksidentuar rrugës, në mjete që kanë pasur defekte rrugës, edhe kanë marrë zjarr. Djegje banesash për fatin tonë mirë nuk ka patur gjatë kësaj periudhe. Megjithatë efektivi ka qenë gjithmonë gatishmëri edhe të përkushtuar për të përballuar çdo situatë zjarri. Damën e njerëz nuk kemi pasur, damën materiale kanë qenë të pakonsiderueshme, për shkak se efektivi është përgjigjur në kohë. Baza materiale për shuarjen e zjarreve është e plotë, mjetet i kanë pasur vazhdimisht nga gatishmëri. Për të punuar, kanë punuar dhe efektivi është përkushtuar vazhdimisht që t'i marrë gatishmëri këto.